do shta me të regu rrugtimin e vështirë që ne si ekipi gazetare kemi përjetu nga Prishtina deri në Hagë, përmes Vjenës, Amsterdamit, më pas Amsterdam-Hagë. Dhe mendova sa e vështirë është për ata familjarët të cilët udhtojnë për të vizituar familjarët e tyre. Fillimisht rrugtimi i tyre drejt Hagës nuk bëhet me kënaqësi për shkak se i kanë familjarët e tyre brenda burgut, e më pas maltretimi që i bëhet gjatë udhëtimit. Madje është rruga më e shkurtër përmes Vjenës, për shkak se nuk ka një aeroplan Prishtinë-Amsterdam, po do ose përmes Vjenës ose përmes Gjermanisë, kështu që ky është rrugtimi më i shkurtër. Por që është një problematikë që unë kam përjetu dhe kam pasur sa e vështirë është për familjarë, sidomos po flas atje i vizitojnë edhe prindët e tyre që i kanë vizituar, kanë pas madje edhe vështirësi të lëvizjes. Është një kohë shumë e shkurtër, prej 40 minuta kur ti do ta lësh aeroplanin që gjën deri në Vjenë për me kap aeroplanin tjetër për Amsterdam. Ka ndodhur shumë, kanë humbur ata aeroplan dhe kom pasur sa vështirë është. Aq më tepër kur e ki parasysh për çfarë rrugtimi po nisesh. Me po familjarët e tij të cilët ndodhen në paraburgim, por bëhet një rrugtim gati 2000 kilometra larg për të takuar për një kohë shumë të shkurtër për brenda qelisë dhe qendrës të paraburgimit në Hagë. Dhe e kom pasur unë kom përjetuar vetë, kom pasur sa vështirë është për ta kur e marrin atë rrugtim. Ajo se çka mua nuk më ka pëlqyer si gazetar dhe e kam raportuar edhe pasere është trajtimi si i bëhet shtetit e Kosovës nga institucioni i Republikës Kosovës që janë dhomat e specializuara të Hagës. Ajda, as një simbol i shtetit, as një shenjë që identifikon që është institucioni i Republikës së Kosovës, ne e dimë arsyen pse u vendos qendrat janë vendosur atje, domethënë dhomat janë vendosur atje, por fakti që ekziston në një shtet tjetër, kjo nuk kupton që mos më respektu simbolet, mos më respektu ligjet e Kosovës, mos më respektu ajo për çka ata janë thirrët për. Absolutisht, apo kupton, aq më tepër po flasim për Hagën, një vend brat qenie të ndryshe edhe se vend i drejtësisë. Dhe në atë rast kemi në shkelje të ndryshme. Mos flasim për shkeljet që i bën pra atyre të cilët janë në qendrën e paraburgimit në Hagë. Nuk kam intervistuar edhe jashtë të burgut, mirë po edhe kam pas kontakt me ta. Shkeljet, le të themi, të drejtave të njeriu që i bëhet të burgosurve aty, të paraburgosurve. Madje atje ekziston edhe një avokat i popullit, sikur ekziston, sepse atje është një mini Kosovë. Kemi gjykatë kushtetuese, kemi avokat popullit, kemi institucione tjera drejtësisë, të cilat pra do dohet që të respektojnë dhe të kujdesen për mbarvajtjen e gjithçka që ndodh në dhomat e specializuara. Nuk ndodh. Avokati i popullit, unë kam kërkuar intervistë me to, madje kam qenë shumë kritik edhe në kërkesën që kam bën për intervistë dhe kjo siç duket është arsye se pse mu ka refuzuar intervista. Gjërat elementare u shkelin para burgosurve atje. Mos flasim, ne kemi pasur her pas herë kemi parë edhe reagime që kanë edhe të paraburgosurit, mënyrën se si trajtohen ata në seancën e gjyqit, ku kanë mundësi me pa njerëzit. Paramendo se si trajtohen ata në rrethana kur ne nuk i shohim. Në seancën gjykatore, janë që kanë reaguar për shkak se kanë thonë njerëz, kujdesni çysh jeni të na trajtu. Nuk ka pas asnjë reagim.